Popull ka ditur të ngritet edhe nga momente shumë më të rënda. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës, mjaft më. Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm e vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje, duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ju ftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Si do duk mesazhi i zonës Osmani dhe si përgjigjesh zonës? Po tash nuk e di cila dera, është ajo dera e LDK-s? Për cilën e pat fjalën? A mon men nuk e publikove dhe një video kur është mbyll dera. Ama për me është mbyll atë dera. Kur i kanë lënë jashtë atëherë me zonën Gërvalla apo çfarë? Po tash nuk e di për cilën derë është. Sepse ajo dera për me i kanë qitë jashtë, e ja u kanë mbyll derën. Unë nuk di që ka derë tjetër të mbyllë. Ama i tha i hap populli dyert që mbyllën. Po, unë nuk e them absolutisht. A e pati për juve Vjosa Osmani? Nuk e di veç Vjosa ka pas derën mbyllur në LDK. Edhe atë largimin... Duke që tani ja ka qelë dikush derën. Tash nuk e di, po me bodyguard e kam pas largu ti, e mon men. Po, me zonën Gërvalla. Pikërisht, tash, nëse... Pa ja mbyllët edhe ju derën? Unë nuk e di që është mbyll dera, edhe unë e thash edhe një herë... Ndoshta po që se do ta kishit kandiduar, ajo derë do t'ishte e hapur. A ka pas opozita interes me kandidu Vjosa Osmanin? Opozita si tërsi? Si tërsi. Si tërsi jo. Jo. PDK jo, mund diskutosh për LDK. As gjysa AK-s se ka pas. Edhe LDK. Ju nuk po ma gjeni asnjë deklaratë të LDK-s që kanë thonë do t'i japim nështrimin dhe do t'a votojmë. Është deklarata Abdigjikut që thotë këto janë 15 nënshkrime që ndoshta Vjosa Osmanin. Ndoshta do t'jetë njëra. Edhe Lutfi Aziri ka. Nuk dëgjoj. Lutfi Aziri ka mbështetur zonën Osmani. Na duhet jemi korrekt. 15 nënshkrime